Kemi 5 dolim lethi italiane, kemi edhe 5 dolim ara turke, dhe gjithashtu kemi edhe një park bledësh, dikun ke 60 koshere, gati. Gjithsesi do va shpalosim një pas një edhe me fidanishën e vogël që kemi. Busia ka sfida pas sfidave. Muaj prillit na dëmtoti jashtëzakonisht sepse minus stat shkëti. Kjo është një moll diamant me origjinë nga Tibeti, për fat ka mbajt ca fruta. Nuk ka realizu akoma pjekjen. Kjo kur pjekret në fund shtatorit bëhet gati e zezë, si moll, është shumë ëmbël me turp të bardhë, është shumë rezistuese, me thënë drejtën. Këtu kemi një varietet që kemi sjellë këtë vit, është Pepino di Meloni quhet. Është shartuar speci me pjeprin. Dhe tani do prezantojmë frutin, realizimin e pjekjes. Nuk ka arrit akoma 100% realizim, por ne do ta demonstrojmë. Gjithsesi, ne automatikisht jemi fut në prodhim fidani. Dhe ja fidani është ky. Fidan 2 orë është ky, ja sa i pastër është, për ta hedhur në treg në 10 orë. Edhe këtu të këpusim një frut tjetër. Atëherës, si frut, ka aromën e specit dhe të pjeprit, ka mëlsinë, është shumë i shijshëm. Origjina e këtij varietetit vjen nga Torino, pra ne quhet Pepino di Meloni, që mund ta kultivoni në vazo të mëdha, siç është e demonstruar këto, dhe provon 5 deri në 6 vite, maksimum provon 4 deri 5 kg. Sa i përket në zonat të kultivuara, përshtatet në 2 temperatura. Në zonat e ftohta dhe të nxehta. Unë më shumë jam fokusu tek pruet e reja, varietetet e reja, çdo vit minimumi 3 varietete sjelli deri në 5. Sipas rreshtave që mund t'i siguroj fidanat e para, i eksperimentoj, i kultivoj, i eksperimentoj. Pastaj nëse dalin me sukses përshtaten në strukturën e tokës, ku jemi tek ferma dhe klima atmosferike, presim pastaj në vit ose në vit tret, mbas varieteteve, të hidhet në frut. Ndjekin ciklin e frutit, pasi dalin me sukses gjitha, atëherë hidhni në prodhim fidani për ta shpërndarë në Shqipërinë. Meqense jemi këtu, prezantoj edhe mollën kubane, pavarësisht se nuk ka marrë fruta nga temperaturat e larta të prillit, kjo mollë kubane, gjithashtu fidanat janë gati në 10 orë për treg. Këtu kemi pastaj edhe mollën dardhën japoneze, që vjen me origjinë nga Japonia, quhet nashi kjo. Është shumë dardhë mirë, jashtëzakonisht e ëmbël, ka një nuanca të frutit si portakall. Këtu kemi pjeshkën me origjinë nga Malezia, kultivohet dhe në vazo të mëdha dhe në terren, kuptohet, prodhon shumë, është shumë dekorative, gjatë gjithë vitit të kështu. Dhe këtu kemi demonstrimin e fidanit, në 10 orë që i nxjerrim në treg. Fidani shumë i shëndetshëm, rritet shumë javash, gati ke 20 cm në vit, nuk rritet më shumë. Këtu kemi një varietet tjetër, që quhet Vineberry, është shartu kiwi me manaferën e kuqe, dhe ka dalë super frut, vjen me origjinë nga Hollanda, me thënë drejtën, dhe ja kjo fidani, shumë i shëndetshëm, automatikisht futet në prodhim, që vit parë, ka një luzim ndryshe me varietetet tjera. Fidani hedhet në treg, është në treg, në 10 orë gati. Këtu kemi një prodhim fidanash, kemi 4 varietete të rushit ribizla, me origjinë nga Kina, është familja e boronicave, zhvillohet si shkurë, është shumë i mirë për diabet. Jemi hedhë dhe në prodhim fidani, ja për shembull fidani ku e kemi këtu, është fidan i këtij vitit dhe gati për treg për në 10 orë. 4 varietete kemi rushin e zi, me ngjyrë të zezë, të kuqe dhe jeshile, 2 varietete. Këtu kemi shartuar 3 varietete, 2 varietete dardhë dhe 1 mollë.
Kjo është varieteti i dardhës japoneze. Është java e 5 që është artu dhe mashallah ka ecë shumë mirë. Këtu kemi një varietet tjetër autokton të Dibrës. Super dardhës në kjo, kemi shartuar. Fidanat janë gati në 10 orë. Kurse këtu kemi mollën siberiane me tullt kuqshmëren. Është shumë e mirë për tension, kjo molla. Vjen si e tharë dhe pak ëmbëlsinë. Cikli i frutit është në fund të shtatorit. Gati janë për në 10 orë, për në trek. Këtu kemi shartuar dhe mollën diamant me rritje më javashtë. Edhe këto besoj gati dhe bëhen për në 10 orë në trek fidanat. Atës për të përgatit një fidanishte për të prodhuar për shembull varietet e dardhe, në plan të parë duhet në shartesa egër ftoj. Sepse ftoj është një ndër rezistuesët që shkon deri në 30-40 vjet në shartesa. Pastaj për të shartuar kemi materialet në ferm dhe morim sythat apo kalemat dhe i shartojmë. Gjejmë kohën e duhur, kuptohet. Këto rrënzimi në shartesat janë marrë në malin e korabit. Kurse shartesa e mollës, në shartesa e mollës, për të shartuar duhet në shartesë e egër dhe në shartesat e kemi sjell nga Kroacia të mollës, sepse nuk mund gjejmë në malet e Dibër shartesë në mollë të egra. Për arsye kemi porosit në Kroaci dhe në Kanar dhe tani kemi shartuar. Sepse më rëndësishme është në shartesa, është faktikisht sepse varieteti mund ta zgjedhësh si dush. Sepse molla shartohet në mollë të egër, kurse dardha shartohet në ftu të egër. Për të dhënë një qëndres më jetë gjate, sa më shumë që të prodhojë për shembull varieteti. Periudha e shartimit është me 2 sezone. Kemi marsin, që shartohet me kalema, pastaj kemi qershorin që shartohet me syth. Po unë kam gjetë mënyrën më të rehatshme, më të thjeshtë, me syth dhe më të garantuar me syth në qershor. Këto e shartu me 20 qershor janë shartuar këto. Dhe tani ja mashallah, domethënë mbi 90% është ka dalë rezultati i zënjes. Kurse me kalema është mbarët sepse nëse e kapi ftofti prilli, se kemi fik prillin e ndryshojnë temperaturat dhe prishet. Kurse qershori normal që nuk ka asnjë lloj problemi. Në mes shtatorit kam bërë telefonat të Ushtetit të Tiranës, pedagog që do vinë të bëni konsult tek ferma ime. Edhe ato nëse do kenë ndonjë paqasi që unë e kam gabim, mund t'i marr edhe nga ato ndonjë dituri sepse unë jam i pa shkollë. Unë s'kam shkollë. Kjo është një manafer, Tajberi, fatikisht që vjen nga Hollanda, është viti ditë që prodhu, vitin e kaluar prodhu fidani, këtë vit më njëherë është fut automatikisht prodhim dhe është cikli i tretë. Ja cikli i parë që janë konsumu frutat, janë të dytat këto, ja i treti. Zoritet se sa mund të prodhoj vitin tjetër të shikjo. Ja. Këtu kemi fidanat e mjedrës së egër të malit të korabit. Ja fidani. Edhe mos më thonë këto zonat e Tiranës dhe Durrësit nuk kultivohet mjedra e egër. Ja ku e keni. Këtu ka qenë. Pse nuk o prish? Fidanat janë gati për në treg, gjithçka. Kjo është një fidan lethie e egër quhet, me origjinë nga Turqia. Tani e kam mbyll ciklin, fatikisht sepse kjo është lethi me ngjyrë kafe. Me ngjyrë kafe, ja për shembull deksimi i ri akoma e ka ruajt ngjyrën. Kemi të kultivuara 600 fidana, i kemi në prodhim. Prodhon shumë, nuk ka nevojë për spërkatje fare sepse është e egër dhe prodhon shumë. Fidanat gjithashtu janë gati për treg në 10 orë.
Kur vjen sezoni i kultivimit,